Atia. S'kam që të them më, të djali miku më pa një faj fare. U do t'a një kënes, do t'a një Andres, do t'i përvloj atë atërë. Do me benzin, do t'i përvloj, nuk i le. Kaq. Zotri, si u njohët nuk me ngjarjen? përvloj ma unë. Si u njohët me situatën sot? Kush ju lajmëroi? Apo thjesht jeni informuar nga media? Nuk di. Gjykata i ka lënë arrest shtëpie. Arrest shtëpie lirim janë ato me birë. Ata lirim janë. Ju kështu ndiheni të rrezikuar? Kush? Ju vetë si baba i Martinit. Unë s'më dhim se tjeta fare me birë. Nuk më dhim se tjeta fare, po si shdu ka ata. Nuk i le, ta them tonë, le të më arrestojnë dhe që duan e të më bëjnë. Të da gjera dhe të gjenjë bidon me benzin, të t'i bëlloj si familje. Nuk i le. Të djali më shkoj pa i vajfare. Ju vazhdoni të besoni që ata janë autorët e vrasjes? Ata janë me birë. Ata janë, ka thënë, me gojnë e tyre vetë. E ta që t'i lirojnë ata. Djali nuk pati as takim me qupën as beri. 2 dashnorë në fshat i kishte. Se nuk bërë një krim nga ta, po bërim djalën tem. Ata kanë bjell droga të la, u morave shmirë unë. E për shdukur djalën tim që ndanë mali 2 veta. E ape gojni që thënë të të shdukim. Djali tem s'ki që faje. Unë këte kam për thënë. Unë të t'i përvloj me benzin. Të si familje që janë. S'kam që do me i e të nune të të djali që ti the me barova. Ju besoni në drejtësi apo tashmë? Jo, nuk besoj më që ka liruar. Nuk besoj më që ka liruar. I dëna 25 vjetë. Ja odhën gjykatës Tiranës. Tiranë që tha, të pandehur tha, këni berta dënoj me burë të përjeqëm. Ja dha dhe gjukatë në Tiranës me burë të përjeqëm, vëta 2 rendoqa. Këta tash i marrë i liruan fare, që t'i lirojnë. Si e shihni si një çështje që është zbaritur prej kaq kohësh, të paktën mbi 3 vite që zbaritet? Mbi 3 vjet. S'kam çfarë të them, këto do them. Unë nuk i le pa përvluar ata. E do t'i them djalë realizova planin tënd. Nuk do të loj me. E nuk e bëj veten të më arrestojnë. Nuk e bëj veten. Të vras veten mes gjyqit atje. Unë e shka dhe gjyqit do të vras veten.